edhe në 97-ën, si gjithë refugjatët me gomone kam marrë këtu në Itali. 4 herë kam hyrë në gomone për të ashtu. Herë në 4 kam arrit. Po herë të tjera të kthenin? Herë të tjera, o në ndiqte helikopteri, o kishte dalë, o këshu, 3 herë tjera jemi këthy, herë në 4 dolem këtu. Vetëm apo me familjen? Jo, isha vetëm, pastaj bona dokumentat edhe mora dhe familje. Po, ti nga Bulqiza ike në Durrës apo në Vlorë? Në Vlorë ike me gomone? Në Vlorë me gomone. Ishin personat veçantë që organizojnë këto punë edhe. S'kishe frikë, Agim? Me thonë drejtën, unë vetëm kur një natë që kishte dalë, që këthym, kisha frikë se unë kam qenë edhe në marinë, Shëngjin, kështu që e dija që do të thot deti me dalë. Edhe isha pregadit, kisha marrë një çantë vogël shpine, nga ato tipu shtarake që kanë qenë për para, e fut mrena një top futbollit vogël, kështu nga ato jo të mëdhejt fare. Pse e kështë topin? Diçka sa për bijetu, se futesha në ujë për shembull, mundosha të shpëtonje. Të kishe një top që të kapesh e diku, do me thëtë, të shpëtoje? Jo, e kisha lidhë në shpinë. Ha, e kishe lidhur topin që të... Po, më falë, kjo ujë të rishte poshtë pastaj, po të kishe lidhur topin, se kuptoj. Jo, topi është i fry, top këshu, top... Agim, atëre je në makinë tani, Në makinë tani? Po. Qa ndodhi aty në diell, qa kishte te parku, qa u prish, se na iku figura kur po flistin për detin? Po pra, aty, unë nxe telefonin nga që ishte në diell, edhe doli aty një mesazh që nuk mund të hapet sepse është riskaldato, është i nxe. Okej, mirë, tani jemi në rregull, tani jemi në makinë. Ndaluam, kthejmë dhe njerë. Okej, kthejmë dhe njerë tek deti, sepse aty ngeli merak që the kishe marrë një top për të qenë gati në çdo rast, domethënë. Po, për të qenë i sigurt gati, e kisha fut në një çantë vogël shpine, lidh për mesi këtu që domethënë nëse ka një ashtu një shpresë më shpëtu, si thonë. Të bëj një pyetje, nuk e di pse s'e kam bërë të tjerëve që më kanë treguar për tmerret e detit. Ti kur ike nga shtëpia, e kishe një frikë, një ankth, një ide që dhe mund të mos ktheshe më dhe mund të mbydeshe? Po, them drejtën, ato shokët e mi e kishin më të si thush, më frikë se unë. Unë nga që kam qenë në det, edhe isha mësu i qik më ndryshe, më duki sikur jam pak më i sigurt. Po ata kishin frikë të tjerët? O, si s'kishin frikë. Atë natë që kishte det që nga këthyn, për shansë mirë, nga këthyn ato, sepse ato që ishin aty ishin dhe të armatos. Bile njeni edhe unë isha në kam, para se të nisë shqim, më tha, ullu ti me atë gjaketën e viteve 50, tha. Se isha i gjaket me lara u këshu, me ngjyra. Ti e kishe marrë për të mirë ata? Unë e kisha marrë për të mirë, po ai aty u cilësu, tha, ullu aty edhe ishin me armë ato, së më bëja si lloj fjale, se përfundoje në det. Tandi, unë desha të filloj pak nga regjimi tjetër. Prit një sekundë, mos me ik nga deti. Ku të fillosh ti pa ik nga deti? Deti, më ri dhe pak. Më ri dhe pak të deti. Dhe të thani, ullu ti i gjaketat me 50. Ule ti, po të tjerët, kur filloj dalga madhe, të tjerët. Ajo, po, ne dolëm deri aty ke gjiri ku del ndet hapur, se ishim Vlorë. Sa kalon atë grykën e Sazonit të Karaburunit aty, del ndet hapur, ata unë ndalun, sepse ne ujti po na vite nga si për të shi. Vup, e u bëm gjithë ujt. Nga dalga madhe. Edhe asnjeni nuk po fliste se kishim frikë se ato po të flisje nuk di që ndodhte.
Edhe unë u them këtyne shokëve që kishim, se ishim 4 shokë na që njifëshim, që kishim i të bashkë. Aha. U thash, në qofë se son dhe këto do nisen, ne nuk shpëtojmë as njeni këtu. Ta dinit, sigur. Kështu që ato në fakt unë bëna gabim, se ato u friksuan shumë. Dhe kur ka thonë i skafi që shikoni që ashtë, do këthemi mrapsht, o, bora, gjithë na erdhi gjaku, se nuk di që anoste. Sepse ajo natë mund të mbyteshit, ishte... Komplete janë mbytë gjithë ato, nuk ishte në parit. Kushe disa njerës kanë ngelur në ato dhe ca shqiptarë? Kanë ngelur, ishte ajo periudha atëhere që mas 97, se ne mund në kohën kur kishte qëtana, ishte nami zi me armë, ishin plot armë njerëzit e plot. Edhe aty ku pritshim, rrishim në dritare, jo drejt dritares, mas murit, sepse bënjëm pluma trikoshete në dritare e të vritësh. Kështu që sa të vritesha në shpinë tënde, më mirë të vritesha në det, thoshin njerëzit. Paktën ta provojmë. Po, pra e provojnë që atë bëjnë, edhe kushtet ekonomike.